Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagramin tim Tea Tarot 2025. Faleminderit. Do të shohim energjinë e përgjithshme të tarotëve për ditën e sotme. Për dashurinë, për shëndetin, për bollokun dhe për lajme të mira në financa, në punë. Pra është një energji e përgjithshme që nuk rezonon me të gjithë. Kemi mbretin e shkopinjve. Një person pak i ftohtë, pak racional në pjesën e bollokut dhe të financave. Kupat tuaja të jetës, të bollokut, herëherë janë të mbushura me bollok dhe herëherë jo. Herëherë janë të mbushura me njerëz pozitiv, me njerëz që flasin fjalë të mira, dhe herëherë me njerëz jo të mirë, me njerëz me maska, me njerëz hipokrit. Por kjo është jeta. Treshi i monedave tregon që diskutohet për një lajm të mirë në pjesën e drejtësisë. Ju së shpejti do të merrni një lajm të mirë. Do të bëni një udhëtim lumturie në qiell të pastër. Ky udhëtim do të bëhet për diçka të mirë. Pesa e shkopinjve tregon që po bëhet një luftë e madhe për një pronë, për një pasuri, për një trashëgimi. Dhe kjo luftë do të ketë diçka të mirë, thot, sepse personi që po lufton është një person shumë i fuqishëm, është një person që ka një energji të fortë brenda vetësia dhe gjithmonë qëllimet e tij do t'i realizojë dhe t'i çojë deri në fund. Sepse letra e dashurisë tregon që jeni një person i cili brenda vetes tuaj ju keni dashurinë dhe pasionin për një person tjetër. Pra jeni të dashuruar. Dhe këtë dashuri duhet ta çoni deri në fund të kësaj majës, të kësaj piramidës, të mbrojtur nga një ëngjëll mbrojtës. Mbretëresha e monedave tregon që shumë shpejt në jetën tuaj do të vi një bollok. Pra, do të mbusheni me financa të mira dhe me një bollok të mirë. Kjo letër tregon dhe për një shëndet, nga që është e përgjithshme, i përmban dhe pjesën e shëndetit dhe të dashurisë. Do të merrni një lajm shumë të madh, një lajm të papritur, një lajm që do t'ju ndryshojë dhe transformojë jetën tuaj në të gjitha aspektet. Ky lajm është lajm transformimi në financa, në bollok, por dhe në dashuri. Një lajm që do t'ju gëzojë jashtë masave të pjesë të dashurisë. Kemi këtë person pak të mërzitur. Ky është person i mërzitur sepse nuk ka shumë bollok, më shumë harxhon, 3 kupa bien dhe 2 ngrihen, se sa fiton. Por është e përkohshme, sepse ky lufton shumë për t'i arritur qëllimit. Lufton kundër kundërshtarëve të tij, kundër njerëzve që i ka kundra asaj ideje dhe atij qëllimi që ai ka vendosur në jetën e tij. Kemi këtë karota, kjo letër tregon për një person i cili me dritat që ka në trupin e tij të universit, ecën përpara me këtë karot, drejt perspektivave dhe drejt jete të mirë, të mbushur plot me të papritura, me financa të mira, me bollok të mirë, me jetë të lumtur. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi të dashur.